billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në surën Fajr në Kur'an: "Wal fajr wa layalin ashr." U betua Allahu subhanahu wa taala në mëngjesin, pasha mëngjesin, pasha agimin. Dhe u betua Allahu pastaj në ajetin e dytë: "Wa layalin ashr", pasha 10 ditët. Edhe pse është përmend nata në këto ajete, ka shumë prej dietarëve që andojnë në mendimin që këto 10 net apo 10 ditë janë 10 ditë e Dhulhijhes. Janë ditët më të mira të vitit. Me një polemik të madhe të dietarëve se cilat ditë kanë vlerën më të madhe te Allahu, 10 që i fundit të Ramazanit apo 10 ditë që i Dhulhijhes. 10 ditë që i Dhulhijhes është ky muaj të cilën ne jemi. Disa dietar janë munduar të bashkojnë argumentet dhe kanë thënë 10 që i fundit i Ramazanit janë netët më të mira, kurse 10 që i Dhulhijhes janë ditët më të mira. Ala kulli hal, si të qoftë, këto ditë janë ditët më të mira të vitit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihin ahabba ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Thot nuk ka ndonjë ditë në të cilën ditë vepra e mirë është më e dashur te Allahu se sa këto 10 ditë. Thon gjatë tan vitit nuk ka ndonjë ditë të cilën veprimi i punëve të mira është më i dashur te Allahu se sa në këto 10 ditë. I than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta pyet tash, për ta precizuar tash vlerën e këtyre ditëve. Se ndonjëherë njeriu din me ndëgjua se një send apo një vepër ka shumë vlerë. Po sa është ajo shumë, dhe nuk di qysh me definua. Mirë po vlera është shumë. E sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashtën me e definu, me e precizu. I thanë: "Ja Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Thanë: as jihadi fi sabilillah nuk është më shumë se kjo. U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay." Thot as jihadi fi sabilillah përpos atij i cili del në xihad me veten e tij, pasurinë e tij dhe nuk kthehet me kurrë. Me këtë shtojtën e fundit të hadithit, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa është e dashur te Allahu kjo vepër. Se sa janë të dashura veprat e mira në këto ditë te Allahu subhanahu wa taala. Që më na afru kuptimin, sahabët e pyetën për xhihadin, kurse xhihadi është kulminacioni i Islamit. Vepra më e lartë. Allah thënë Kur'an: "La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja
wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Sa është gjihadi, sa është vepra, sa është vlera e gjihadit të Allah, tha Allah, nuk janë të barabartë besimtarët të cilët rrinë në shtëpitë e tyre pa arsye dhe ata të cilët dalin gjihad fi sabilillah me pasurinë dhe vetën e tyre, nuk janë të barabartë. Kush është duke thënë nuk janë të barabartë? Allahu subhanahu wa taala. Kullan wa'ada Allahu al-husna. Allahu tha, dhe të dy grupeve Allahu ju ka dhënë të mira. Me qenë se janë ende besimtar, ani pse janë mëkatar, janë besimtar. S'kan dalë me luftu, po janë apet besimtar, apet janë musliman, apet kanë vlerë të Allahu xhela xhelalu. Ama nuk janë barabartë me ata që kanë dalë. Çfarë tha Allah? Faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allahu I ka dallu mujahidat që luftojnë fi sabilillah, ka shiktyre që rrinë të shtëpia me shpërblime të mëdha. Shumë larg janë ata. Ata pothuajse janë të paarritshëm. Për shkak se ata e japin atë çka e kanë më të shtrenjtën në jetën e tyre për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E tash kjo është vlera atyre që luftojnë fi sabilillah. Nuk janë barabartë to qertë me to që luftojnë. Në këto 10 ditë kjo qenë ka vlera. Ato I thanë njerëzve as gjihadi për pos këtij personi. Domethënë këto ditë janë ditë të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Në këto ditë shtojeni tekbirin, shtojeni falënderimin, shtojeni madhnimin e Allahut, shtojeni pastërtinë e Allahut, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Shtojeni dhikrin, shtojeni agjërimin. Çka të mundni me bëj prej punëve të mira, veproni. E prej punëve më të mira, na rën që shkon dinin e Allahut subhanahu wa taala. Prej më të mirave kemi agjërimin apo. Edhe le të mundohet secili prej neve në këto 10 ditë ti jetë diçka për ta në vitin. Çish kemi thënë Ramazan, mundohuni që prej Ramazanit kur dilni me dal me diçka plus. Me diçka plus në rutinën e juve ditore. Që në Ramazanin tjetër me arrit me atë rutinë. Dhe kur të vjen Ramazani tjetër me dal me plus diçka tjetër. Kështu për disa Ramazane, pas disa Ramazaneve e shohim se kemi përmirësuar te vetët tona shumë. Edhe të këto 10 ditë, le të mundohemi ta shtojmë shumë istighfarin, pendimin te Allahu subhanahu wa taala. Edhe të mundohemi të lëm në rutinën tonë ditore diçka prej veprave të mira që kanë na ngel tan vitin pastaj. Elusim Allahun që Allah në mundson ta shfrytëzojmë si duhet, të shfrytëzojmë këtë si duhet këtë ditë. Kaptina që të flasim sonte disa fjalë, të përcjellën disa fjalë prej hoxhës Nasr al-Fat, Allahu alirof. Thot أن الكلام بالباطل أعظم من السكوت عن الحق. Të folurit e të kotës apo propaganda për të kotën është më e keqe, është më e rëndë te Allahu se sa heshtja në transmetimin e të vërtetës. Të dyjat janë jo të mira, janë të këqija. Mirë po, në qoftë se njeriu hesht dhe nuk e transmeton të vërtetën, dhe karshi kësaj I ashton plus të folurit me të kotën, kjo është edhe më e madhe edhe më e rrezikshme te Allahu subhanahu wa taala. Thot hoxha, dije se heshtja në shpjegimin e të vërtetës apo në diçka prej të vërtetës, au kitmanuhu bidun idhar al-batil, apo fshehja e diçka prej diturisë duke mos shfaq diçka prej të kotës, au ma idhar al-batil, apo mshehja e të vërtetës dhe shfaqja e të kotës, proklamimi, propaganda për të kotën, thot ala arba'i maratib, ndahet në 4 kategori, në 4 grupe. Grupa e parë, أن يكون ترك بيان بعض الحق بقصد التدرج في الدعوة أو التعليم لا بقصد الكتمان. فالكاتيجوريا e parë është që
të braktiset sfjegimi i diçkajt prej të vërtetës me qëllim të gradualitetit të mësimit dhe thirrjes, dhe jo me qëllim të mshefjes së diturisë. Pra kategoria e parë ku njerëzit e mshefin të vërtetën janë ata të cilët e fshehin apo nuk e sfjegojnë diçka prej të vërtetës për qëllim të gradualitetit në davet apo të gradualitetit në mësim të tjerëve, jo për shkak që me mshef të vërtetën. Fa hadha jaizun, dhe kjo është e lejuar. Pra lejohet me mshef apo mos me spjegu diçka prej të vërtetës, dhe qëllimi me qenë gradualiteti, që gradualisht me i spjegu gjanat, gradualisht me ja mësu njerëzve fen e Allahut subhanahu wa taala. Thot hoxha, kjo është e lejuar. Bel huwa alladhi alayhi al-amalu wa la yumkinu ghayruhu. Thot bile kjo, bile kështu duhet të veprohet dhe jo ndryshe. Për shkak se nuk mundet të mësohen çështjet nga feja e Allahut subhanahu wa taala më njëherë, po duhet patjetër gradualiteti, gradualisht me i mësu çështjet e fejës së Allahut subhanahu wa taala. Fa ya'lamu usul al-islam shay'an fa shay'a. Që fillimisht me fillu me i mësu bazat e islamit gradualisht, kadal. Pavarësisht personi e cili është duke i mësu, pra personi të cilit jetë duke i fol, është prej jo besimtarve, prej qafirave, krishterë, jehuda apo diçka tjetër, apo është prej muslimanëve i cili nuk ka dituri në fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe ti fillon gradualisht me ja mësu dhe me ja spjegu dhe me ja nxjerr në mejdan çështjet nga feja e Allahut subhanahu wa taala, dhe në këtë argumenton hadithi i Abdullah ibn Abbasit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur e ka dërguar Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu majma'in në Yemen, i ka thënë: ti do të takohesh me grupin, me popullin prej pasuesve të librit, pra krishterëve. Le të jetë si ndihmtar të cilën do t'i thrasësh ata adhurimi i Allahut i vetëm, me një transmetim njësimi i Allahut në adhurim, me një transmetim le të jetë si ndihmtar në cilën ti do t'i thrasësh ata në la ilaha illallah, se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se ata e kuptojnë këtë çështje, informoj ata se Allahu ua ka bë obligim 5 kohë namaz gjatë ditës edhe gjatë natës. Fa idha fa'alu, në qoftë se ata e realizojnë, e bëjnë namazin, informoj ata se Allahu ua ka bë obligim që t'u mirët nga pasuria e të pasurve dhe t'u jipet nevojtarve për çështjen e zakatit dhe hadithin deri në fund. Dhe në këtë na mëson edhe historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka bë davet dhe kur u ka mësuar njerëzve fenë. Jo gjithçka nga feja u ka treguar. Jo krejt fenë komplet u ka mësuar. Nuk ka ardhur Kur'ani jumlatan wahida. Kështu kanë ndarë si besimtar, kanë thonë pse nuk vjen Kur'ani më një herë, krejt komplet. Po të kish ardhur Kur'ani krejt komplet, kishin me pas vështirë me elan alkoholin, se kanë pi shumë alkoholin. Dhe shumë prej veprave që gradualisht janë ndalu, etap pas etape derisa ka ardhur fundi që Allahu me ndalue. Kështu ka vepruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e ditë se njerëzit nuk munden më një herë me bë krejt xhamat. Mirë, po këtu është një pikë shumë e rëndësishme, që duhet t'i kushtojmë shumë vëmendje, se hoxha e cek këtu me u mësu xhanat gradualisht, jo me një herë. Me çka me fillu? Me fillu me bazat e islamit. Jo me ilan, që shka marrë në spjegimet tash më vonë, të grada e 2 dhe 3 dhe 4, të kategoria e 3, të 2, 3 dhe 4. Jo t'i kthejmë bazat e islamit,
mos të informojmë njerëzit për Allahun, për tauhidin, për njësimin e Allahu xhela xhelaluhu, të shkojmë te e dyta ose drejt te e treta ose drejt te e pesta. T'ja u bojmë njerëzve më të madhe muzikën se sa shirkun dhe kufrin. Edhe pse muzika është e madhe dhe shumë e rrezikshme. Apo ndonjë mëkat prej mëkateve tjera, që janë mëkate dhe janë të rrezikshme, qoftë ajo i vogël, qoftë ajo mëkat i madh, të gjitha janë të rrezikshme. Meqense është mëkat dhe ndalesë është e rrezikshme. Mirpo, duhet shkojmë gradualisht, duke filluar me u shpjegu, thot hoxha Allahu e liroft dhe forcoft, me ja u shpjegu bazat e fesë. Thot, wa yadullu alayhi tawaturu amali ahli al-ilmi ala dhalika ila hadha al-waqt. Dhe në këtë argumenton edhe historiku i dietarëve në mësimin e çështjeve nxënësave të tyre dhe popullatës deri në zamanin tonë. Pra ka shumë prej nxënësave të dijes që shkojnë me mësu ilmin, edhe fillon hoxha me elif be. Ky i thot, unë du m'ja nis hifzit. Leje hifzit. Njerë nisna elif, be, te, the, gjim, ha. Për këtu ja nisna. Pse? Për shkak se ushqimi i madhit, ushqimi i të madhit, nuk është i përshtatshëm për të voglin. Do një fëmijë i cili ka 1 vjet, 1 vjet e gjys, 1 vjet e gjys, më i ka ndalë dhamë, po i cili është 7-8 muaj ose 1 vjet, a mundim i dhanë ushqim të madhit a? Na mundim i dhanë. Ama i komplikohet çështja. I të lovitet krejt çështja. Nuk përfiton, po i të lovitet. Kështu njëjtë është edhe me çështjet nga dituria, edhe nga feja Allahut subhanahu wa taala. Kategoria e dytë. Dhe këtu është shumë e rëndësishme të kemi kujdes. Thot, an yakuna tarku bayani ba'd al-haqqi ala sabil al-kitmani lil maslahati wa khawf al-fitna. Kategoria e dytë, kur lejohet, e këto e të cekore që kjo, fa hadha thot, yajuzu idha kana al-ilmu që vjen radhë. Thot, edhe kjo lejohet. Çka lejohet? Mos shpjegimi i diçkajt të vërtetës, apo fshehja e saj, për shkak maslahatit, dobis së përgjithshme, ose për shkak frikës së fitnes. Për shkak frikës së fitnes. Thot hoxha. فهذا يجوز إذا كان العلم به مما لا يتوقف عليه عمل ولا يحتاجه الناس في عباداتهم وأعمالهم. Thot kjo lejohet në qoftë se kjo dituri nuk është dituri për të cilën njerëzit kanë nevojë në adhurimet e tyre. Lejohet mu më shef kjo dituri për maslahat, ose prej frikës që po bëhet fitne, po bëhet keqkuptim, po bëhet fesad, po bëhet fitne, lejohet me më shef. Thot mirë po në qoftë se kjo dituri është dituri për të cilën nuk kanë nevojë njerëzit në veprat e tyre edhe në adhurimet e tyre. Ka akhbaril fitani. Sikur meselja e informacioneve për fitnet. Po pejgamberi sa stem ka treguar shumë hadithe për akhiru zaman, për fitnet që kanë ndodhur. Ka ndodhur kjo, ka ndodhur. Ka treguar shumë pejgamberi sa stem. Dhe shumë prej asaj që ka treguar pejgamberi sa stem na nuk e dina. Shumë prej asaj që ka transmetuar pejgamberi sa stem sakt çka ka ndodhur pas vdekjes së tij deri në kiamet, shumë prej asaj na nuk e dina. Pse nuk e dina? E shohim pse nuk e dimna. Thot, apo në veprat vullnetare që i bëjnë njerëzit, mimma la yatarattabu ala al-jahl biha fasadun fi ad-din. Thot dituri që në qoftë se skemi dituri që në qoftë se jemi të panjohur apo jena ignorant për këtë dituri, nuk i bën njeriu të fesad në fe, nuk ja dëmton feja. Sikur për shembull çështjet e fitneve që kanë ndodhur pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot,
Në këtë argumenton hadithi që ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abi Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë: I kam mësuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wi'aini fa amma ahaduhuma fa bathathtuhu wa amma al-akhara fa law bathathtuhu qutiya hadha al-bal'um. Thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, kam mbajt men prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wi'ain, dy thas. Dy thas me hadithe. Thot njënën për atyve e kam shpërnda. Njënën e kam shpërnda. Njënën e kam shpërnda. E gjysën tjetër, thot, o amma al-akhar, e sa për këtë tjetërës, me bu me shpërnda, sa kutja hadha al-bal'um, ka unë prejta mori qafës. U ka tutë e buhrira me shpërnda, këtë gjysën tjetër, se po e vrasin. Pse? I ka ditë emrat e munafikave, murtedave, qafirave, tradhtarëve, që kanë me bon, në vitet kur kanë me ndodhë, edhe kështu me radhë. Është fiksu me sta vrasin. Ndonjëherë ka dhënë ndonjë sinjal, Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ka dhënë sinjal, s'ka tregu me emra. Filani kur të vjen post, puna o keq. Po ka dhënë sinjal. Thot Ibn Hajeri në Fathul Bari, وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. Thot krejt dietarët këtë pjesën që nuk e ka transmetuar Abu Huraira, se na thonë çyshme se ka transmetuar hadithe. Shoku i pejgamberit alayhis salam. Prej më të afërm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmetuesi i parë të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjysmë se ka transmetuar, e kam shef. E kam shef filmin, hadith kam shef. Thot dietar, thot Ibn Hajeri. Dietar kanë thënë se këto hadithe që nuk i ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot në këto hadithe janë emrat e udhëhecëve të padrejt. Gjendja e tyre dhe koha e tyre. Dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu dinte që ndonjëherë mos me e shfaq prej frikës. Mirë po, si ka përmend me emra prej frikës, mirë po ka dhënë sinjale. Ka thënë a'udhu billahi min ra'si sittin. Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej vitit 60. Shaka më bon në vitin 60. Çka lidhë vitin 60. Në vitin 60 thot yushiru ila khilafati Yazid ibn Muawiya, لأنها كانت سنة 60 من الهجرة واستجاب الله دعاه أبي هريرة فمات قبلها. Thot ka bo dua kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej vitit 60. Thot ka dhënë sinjal në khilafetin e Yazid ibn Muawiyas. Ka dhënë sinjal në khilafetin e Yazid ibn Muawiyas, thot dhe ka lutë Allahu subhanahu wa taala dhe Allah e ka pranuar doën, ka vdek para kësajna. So u bë fesot shumë i madh në zaman. Ka ndodhur fitnë të shumta. Tash ajo fitnë që ka ndodhur në këto vite, që Abu Huraira është friksuar me tregu, këtu e përmend hoxha që kjo lloj ky lloj ilm nuk ban ndonjëherë me u transmetue për maslahat. Me u anis me fol për problemet që ka ndodhur me sahabëve. Pa pik dyshimi zemra besimtarit ka me anun ka njëri për tyre. Të popullat të krejt ju këtu edhe të krejt na. Ama dietarët i kanë mësue, ato janë në për libra, po shumë prej këtyre haditheve avami, popullat e thjesht nuk e kanë haber, nuk e kanë. Si kanë shpërnda dietarët tek popullata e thjesht. Pse? Për shkak se futet dashuria dhe urrejtja për njërin kaq i tjetrit. Kurse na jena të obligum krejt me i dashur ata. Dhe për krejt me pas mendim të mirë. E mes tyre ka pas probleme. Ka pas kacafytje, ka pas keqkuptime, ka pas polemika, ka pas përçarje. Apo që janë bashkua, edhe kështu me radhë. Po detalizimet që ka ndodhur, dietarët e shohin të rrugës të maslahatit mos me i shpërndahe. Tek popullata e thjesht për shkak se nuk janë të gatshëm me dituri sheriatike që ta kenë zemrën rahat pastaj ka shikrejt sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Thot Imam Dhahabiu, hadha dalun ala jawazi kitmani ba'd al-ahadith allati tuharriku al-fitnata fi al-usuli aw al-furu'i aw al-madhi aw al-dhamm. Thot Imam Dhahabiu, dëgjoni mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se na shohim shumë për atyre të cilët heshtin dhe nuk e shpjegojnë të vërtetën, duke argumentu me këtë kategori që kanë folë dietarët për maslahat, mos bëhet fitne. Kurse mos shpjegimi i këtyre çështjeve është prej bazës së fesë. Këtu edhe kiamet më bëu do të mos shpjegoj çështjet e bazës së fesë, çështja e tauhidit, çështja e kufrit, çështja e shirkut, çështja e njësimit të Allahut, tauhidi rububie, tauhidi uluhie, tauhidi e cilësive të Allahut, njohja e Allahut xhel xhelaluhu, ajo çka i takon Allahut, me adhan Allahut, ajo çka i takon njerëzve me bë për njerëzit, këto janë çështje bazë fesë Allahut. Këto obligohet çdo musliman me i ditë. Këtu s'ka fitne, këtu patjetër është mos shpjeguar. Kur të shifët që një pjesë e xhamatit bën shirk Allahut, këtu s'ka maslahat mos më shpjeguar. Mos t'i tham se bëhet fitne. Do të më u thon. Edhe kiamet më bë, edhe luftë më bë, do të më u thon, për shkak se janë prej bazës së fesë Allahu subhanahu wa taala. Thotë Imam Dhahabiu, vëreni. Thotë kjo është argumentuese se lejohet mshehja e disa haditheve të cilat nxisin fitne në baza edhe në dek, në lavdrim apo në sharje. Amma hadithu yata'allaqu bi hillin aw haramin fala yahillu kitmanuhu bi wajh. Thot ama sa i përket haditheve që flasin që tematika e atij hadithit ka të bëjë me halalin edhe haramin, nuk lejohet fshehja e saj në asnjë mënyrë. Nuk lejohet fshehja e saj në asnjë mënyrë. Fa innahu min al-bayyinati wal-huda. Për shkak se ata janë prej ajeteve apo haditheve sqaruese, argumentuese dhe detyrisë dhe udhëzimit për halalin dhe haramin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë nxjerr Imam Buhariu nga Ali radhiyallahu anhu, hadithu an-nas bima ya'rifu wada'u ma yunkirun atuhibbuna an yukadhdhab Allahu wa rasuluhu. Thot foljoni njerëzve atë çka ata e dinë, e kuptojnë, dhe lini ata që ata nuk e kuptojnë, e mohojnë. A dëshironi që të përgënjeshtrohet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka mundësi dikush mos me njoft Allahun. Kuptimin e fjalës mos me pranu diturin për njohjen e Allahut. Me thonë ky nuk i merr vesh të temat. Për akide ki s'merr vesh. Çfarë do të fol ti? Mi fol për edukat, për sjellje, për moral, për me mushterin çish mu taku, çish me ashi, çish me ablej, me prindrit çish mu sjell, që janë këtë temat të fejsë Allah dhe nuk diskutohet këtë çështje. Ha më njohja Allah xhel xelalu. Në qoftë se ka defekt në njohjen e Allahut subhanahu wa taala, me qenë ekstremen super në edukat, në moral, dhe në këtë punë që të fejsë Allahut, nuk i ban dobi kur gjatë Allah subhanahu wa taala. Që thot Hafidh al-Hakimi rahimahullahu taala në shpjegimin e librit Marjul Qabul, thot pavarësisht njeriu sa adhurim dhe ibadete i ban Allahut subhanahu wa taala, pavarësisht çka do të ban, në qoftë se me një çast prej çasteve, jo nuk e ka jetë ata, nuk e ka rutinë ditore, një çast, një herë veç. Thot në qoftë se një çast prej çasteve i ban shirk të madh Allahut, kërrejtë veprat që i ka bë i asgjësohen. Haba e menthura, pluën dhe hi i bë, dhe janë të papranuar ata Allah subhanahu wa taala. E kemi cek disar, ja Ebu Talibi ka bë mirë, ja kush. Ja Ebu Talibi e ka mbrojt Islamin, ja kush. Ja Ebu Talibi e ka mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja kush. Se u ka dhanë, se u ka dorëzuar. E ka pas gjallë vëllaut, s'ka qenë fejnë e tij. Si ka pengu familjen prej Islamit, vetë se ka pranu Islamin, për gjithmonë ka me qenë zjarë të xhehenemit. Për gjithmonë ka me qenë në zjarë të xhehenemit, për shkak se fjalët e fundit çka i tha, unë jam në fenë e Abdul Mutalibit edhe vdiq. Këto punë të mira që i ka bo, kanë me ndihmua me pas ma let dënimin zjarë, mirë po për gjithmonë ka me qenë. Nallër ka me pas në zjarë, të rundë ka me vlu për zjarëmit. A kuptojmë gradualitetin
se gradualiteti duhet të jetë i bazuar në bazat e fesë. Jo gradualisht me fillu prej fundit, prej largimit pengesës prej rrugës, që është prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Edhe prej çështjeve dytësore edhe tretësore dhe kështu me radhë. Me fillu prej bazave. Për shkak se thotë Imam Dhahabiu, mirë po hadithet të cilat në tematik e kanë halalin dhe haramin, andaj ne duke fol për disa persona të cilët refuzojnë të flasin jo për halalin dhe haramin, për shirkun, i bëhet shirk Allahut. Në mesin e tij shoqëri ka njerëz që i bëjnë shirk Allahut. Shkojnë votojnë, ja japin të drejtën e ligjvanës dikujt tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Ja japin të drejtën e dikujt me qeverisë, jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo prej shirkut të madh. Dhe thirrsi apo davexhiu apo hoxha e din këtë çështje dhe e beson që është shirk i madh, edhe nuk e fol këtë tematik. Mos të bëhet fitnë. Mos t'ia bëjnë njerëzit me gisht. Dhe vazhdon me pas rreth ti persona të cilët janë njerëz të partive politike që i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Na të fol për këtë tematik, jo vetëm për halalin dhe haramin. Imam Dhahabiu thotë, mirë po hadithet që kanë bënë me halalin dhe haramin nuk duan të mshehen në asnjë mënyrë. Çka më thon natash? Alkooli është bë haram mas 15 viteve. Ma shumë ose më pak. Të pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka më bëna? Ata që pinë alkool, më thon, lejnë të pinë alkool. S'ka gradualitet tu. Alkooli është haram, e ndaluar. Nuk ja bëjnë ndoshta shumë të madhe, sikur çose është edhe shirk, çose i bën edhe shirk Allahut. Fokusi kena pas ta njohë Allahun. Mirë po jo që këtë kena më miratu, edhe për këtë kena më folën. Edhe alkooli keq, edhe muzika e keqe, edhe kjo e keqe, edhe kjo e keqe. Mirë po, më e keq është shirku. Më e keq është kufri. Më e keq është ignoranca për Allahun subhanahu taala. E nëse këtë e kupton, pastaj këtu zot më fol shumë. Sahabët kur u thellun në turinë e tauhidit edhe akides, ata e patën shumë lehtë pastaj me lënë alkoolin dhe krejt gjëra të tjera, të cilat gradualisht u ndaroi Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an, inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ata të cilët e fshehin atë çka ka zbrit Allahu prej argumentueseve, prej argumenteve, prej ajeteve argumentuese dhe të udhëzimit dhe të diturisë, pra halalit dhe haramit, seneve të qarta, seneve që duhet më mësu patjetër njeriu, kush i mshef këtë dituri, thot pasi që u është shpjeguar atyre, pasi që u kemi shpjeguar njerëzve në libër, thot ata i mallkon Allahu dhe ata i mallkojnë mallkuesit. Ata janë të mallkuar. Ata janë të mallkuar. Në moment që dikush e mshef dhe nuk e shpjegon shirkun dhe kufrin, para ti bëhet shirk nga ana e njerëzve dhe kufër, dhe kjo e mshef për shkak të maslahatit, janë të mallkuar, Allahu na ruaj. Thot Imam Kurtubiu, prej fakteve argumentuese dhe udhëzimi për diturisë, dalla ala anna ma kana min ghayri dhalika jaizun katmuhu. Thot, kjo argumenton se dituria çka është pos kësajna, çka folëm deri tash për çështjen e fitneve dhe problemeve dhe shenjat kiametit që ka menduar deri në kiamet, thot ky ajet argumenton se ajetet apo hadithet që janë jashtë këtyre tematikave lejohet më mshef në qofse shihet maslahat, më mshef ose ka frikë me u shpjeguar këto ajete që kanë ndodhur me Abu Hurajran radhiyallahu anhu. Kategoria e tretë thot an yaktum al-haqq al-wajib idharuhu wa bayanuhu walakinahu la yudhiru badalan minhu al-batil. فهذا محرم ومتوعد عليه وقد يكون كفرا في حالات وكبيرة من الكبائر الذنوب في حالات أخرى. Thot, kategoria e tretë e njerëzve janë ata të cilët e fshehin të vërtetën për sqarimin e të cilës janë të obliguar. Pra e fshehin një të vërtetë që e kanë obligim me e shfaq. E fshehin të vërtetë që e kanë obligim me e shfaq.
Thot, mirë po, karshi kësaj nuk paraqesin diçka të kotës, batilin. Po veç të vërtetën nuk e shpjegojnë. Veç rrugën e kriminalëve nuk e shpjegojnë. Thot, kjo është e ndaluar, kërcënuese nga ana e Allahut, në disa raste mund me qenë kufër, në disa raste mund me qenë mëkat prej mëkateve të mëdhaja, dhe Allahu ka kërcënuar me kërcënime më të larta këtë kategori të njerëzve. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili pyetet për një dituri dhe mshef, al-jamahu Allahu bilijami min nari yawm al-qiyamah. Allahu I vnon frena të zjarrit ditën e gjykimit. Hekurën frenat e përmenda edhe në hutbën e ditë, frenat e hyjvanëve, të kalit apo kafshëve tjera, Allahu I vendos kështu frena me copë të hekurit në gojë ditën e gjykimit. Dhe ajetin që e ceka më herët, se ata persona janë të mallkuar. Fa hadhihi al-aya dalilun ala ma la yajuzu kitmanuhu min al-ilm wa ma yajuzu min jihati al-mantuq wal mafhum. Thot, ky ajet Kur'an thot Hoxha Allah e liroft. Thot ky ajet kuranor na tregon qartë se çka lejohet dhe çka nuk lejohet mos shpjegue prej të vërtetës. Çka lejohet dhe çka nuk lejohet. Ato që kanë të bëjnë prej çështjeve bazament të fesë Allah subhanahu wa taala. Tash kemi kategoritë të njerëzve të cilët e kanë mësuar kufrin dhe shirkun. Për shembull, e besojnë që pjesëmarrja në zgjedhje demokratike është kufër dhe shirk. E besojnë që thirrja për votime është shirk. Kështu e besojnë, kështu e dinë. Mirë po nuk e shpjegojnë. Dhe xhamati për rreth dalin votojnë, dalin bën parti politike, bëhen copa xhamati, përçahen xhamati. Njëri me një parti, tjetri me një parti, njëri me një parti tjetër, njëri me partinë e jo besimtarëve kështu, qafirave të feve të ndryshme, edhe kështu me radhë. Edhe Hoxha vazhdon me qit akull I ftoftë. Se ka dert. Kjo e keqe. Ma e keqe se kjo është se ka për të tillët që kanë fol tash nuk folin. Po pasi që është bëjë qartë se ti I ki këto mendime, ku do më shefti më? Ku do më shkua? I kalu 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet në thirrje, në davet, duke bo thirrje mu largu njerëz për partije politike, duke I bo thirrje që mu mundu njerëz me e madhnu Allahun, me punu njerëz për zbatimin e shariatit, edhe mas 15 vjetëve, tash mos t'i folën se bëhet fitne. Po ç'tash bëhet fitne mos më I fol. Që tash bëhet fitne mos më I fol, jo më I fol. A kjo çështje ka të bëjë me çështjen bazë të tauhidit vëllazëni. Njësimi të Allahut me adhurim dhe mos veprimi I shirkut. Çka është shirku? Barazimi I dikujt tjetër me Allahun në gjanat që janë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është shirku. Me e bë Allahun barabart me dikan. Kush do koftaj, dru, gur, njeri, sistem, çka do koft. Me e bë të barabart me Allahun në gjanat që janë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Tash këtë tematik që fola tha Allahut I takon vendimi dhe krijimi. Krejt njerëz e pranojnë këtë të dytën, krijimi pa Allah është krijuesi, vendimi vendimi të marrë vetna. Dhe kjo është sistemi demokratik. Dhe kjo është demokracia. Dhe dalin njerëzit, dhe dalin edhe thirrsa në avancime demokracisë. Ku ata parollë kryesore kanë, ligjvënia I takon popullit. Kurse Allah thot inil hukmu illa lillah, ligjvënia nuk I takon askujt pas Allahut. E ligjvënia është e drejtë specifike e Allahut. Në moment që dikush këtë drejtë ja jep dikujt tjetër pas Allahut, në këtë rast, ata që votojnë, zgjedhin deputet, të cilët bëjnë ligje, dhe ato ligje ja bëjnë obligative njerëzve, me ato me punu, ky njeri ka bërë njerëzit këtë rast të barabart me Allahun në diçka që është specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Tash kjo tematika a e lehta, kjo a e thjeshta, kjo është bazë për bazat e fesë Allahut subhanahu wa taala. Kjo temel. Pa u rregullu kjo si duhet, nuk duhet me mendu, jo me vepru për jetë. Nuk duhet me na shku mendje me shku për jetë. Pse është temeli dhe baza e fesë Allahut subhanahu wa taala. Ka prej të tillë që e dinë dhe nuk flasin, ka prej tjerëve të cilët kanë fol dhe tash nuk flasin. Dhe ka së të tjerë alamat këqi, që kanë fol, tash nuk flasin,
po flasin kundër atyre që flasin për të mesele. Këto alamat këqija. Këto janë alamat të rrezikshëm. Këto janë alamat në rrezik të Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se këto futen te kategoria e katërt. Jashta që jam shefin të vërtetën, që duhet më fol, këto e paraqisin edhe të kotën, batilin. Allahu na ruaj. Pra Allah subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor na ka treguar se çka duhet më mshej dhe çka duhet nuk mos më mshej prej diturisë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubiu, فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام النار. Thot, dhe kjo është e përgjithshme për secilin i cili e mshef një dituri nga feja e Allahut, dituri për të cilën kanë nevojë njerëzit. Dituri për të cilën kanë nevojë njerëzit me u transmetue. Thotë kjo argumentohet fuqishëm në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili pyetet për një dituri të cilën e den dhe ai e mshef, Allahu ka më vendos frena prej hekurit ditën e gjykimit nga zjarri. Thot hoxha, o istathna fi mithli hadha halatu al-istid'af allati yu'dharu fiha fala yaqdiru ala idhar al-haqq كأن يكون بين ظهران الكفار ولا يقدر على بيان الحق ولا على الهجرة فهو من المستضعفين الذين أعذرهم الله سبحانه وتعالى كمؤمن آل فرعون. Thot, dhe kemi një përjashtim. Cili është përjashtimi? Përjashtimi është në gjendje të dobësisë, të cilën njeriu ka arsye në qoftë se nuk e shpjegon, nuk e sqaron edhe këtë që prej bazës. Nuk ka mundësi ta shfaq fen e tij, sikur personi i cili jeton në mesin e qafirave dhe nuk ka mundësi me shfaq fen dhe nuk ka mundësi me bo hijret, thot ky njeri hin në kategorinë e njerëzve të dopt, të cilët i ka arsyetuar Allahu subhanahu wa taala, sikur rasti i besimtarit nga familja e Firaunit apo sikur rasti i gruas së Firaunit, të cilët e kanë mshef imanin e tyre. E kanë mshef imanin. S'kan shfaq krejt fen veç shirkun me mshef. Sikur gjendja e një numër të madh të nasat. Thot bëna dopt tash, po mos je dopt, hiç mos fol për Islam. Tu kur ka thënë Allah dopt, midis qafirave që s'mundesh me thonë që janë muslimanë. Në këto raste, thot, kur njeriu jeton në mesin e jo besimtarëve dhe nuk ka mundësi me shfaq fen e tij, thot, kjo kategori hin në kategorinë e të dobtëve, sikur rasti i besimtarit në familjen e Firaunit. Ka jetu me Firaunin, po e kam shef imanin. Ama, thot Ibn Taymija, Allahu më shëroft, e kam shef imanin, mirë po nuk e ka shfaq të kotën. E kam shef besimin e vet. Mirë po, nuk e ka shfaq të kotën e Firaunit. Nuk e ka përkrat të kotën e Firaunit. Nuk e ka miratu të kotën e Firaunit. Besimin e vetë e kam shef vetë. është rujt, është friksu, mos ta vrasin, mos ta torturojnë, edhe e ka rujt besimin e vetë. Kjo në përjashtim. Në raste kur njeriu jeton në mesin e besimtarëve, edhe nuk ka mundësi me bëj hijret. Tash një kategori është aty njerëz që janë në mesin e besimtarëve dhe thojnë s'u ne shfaqim na meselën e shirku dhe kufrit dhe me fol për demokracinë, se problemi është për neve, ama më u dhon shansa për hijret, nuk bëjnë hijret. Kto s'ka arsye Allah. Se në moment që i pat shansa me bëj hijret, që me shfaq fen. Ai i cili dhe për këtë shkak pejgamberi s.a.s. është distancuar prej atij i cili jeton në mes të qafirave, për shkak se ka rand jetën. Ai i cili jeton në mes në jo besimtarëve, edhe e shfaq fen e tij, ai mundet me jetu aty. Se ka patjetër me bëj hijret. Edhe pse hijreti është më i mirë, për shkak se ke kryer në rahat. Jeton në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, edhe ke kryer në rahat e manifeston fen tënde pa asnjë problem, pa asnjë kërcënim. Dhe kategoria e katër është an yudifa ila kitman al-haq idhar al-batil. Thot kategoria e katër është ata të cilët e fshehin të vërtetën dhe karshi kësaj e flasin të kotën. E përmenda një kategori e madhe e njerëzve që deri dje i kanë pa meselet e sisteme demokratik, kufër dhe shirkë dhe policia dhe ushtria dhe shumim sekrete edhe kështu me radhë. Sot jashtë atë
që kanë folur për kundër nacionalizmit, për me qenë besimtar, që kryesore është besimi, jo nacionalizmi, edhe kështu me radhë, kanë që këtë kësaj, e jashtë që këtë nuk e proklamojnë, kësaj ashtu edhe të pavërtetën. Thrasin në votime, thrasin për kryet e partije politike, tash e pam një X hoxh në Kosovë është bo kandidat për deputet, ka pasur të na për para hoxhallar që janë bo, bile për pak së janë bo deputet, bile është bo fesad i madh, për pak kanë vjedh vota, ka dërvejni një hoxh plak është tash, është bo fesad i madh, me mbledh vota në atë vakt me bo deputet ata. Për çka me bo deputet? Që aje që me vendos ligje, ka që ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Kënej në kam su shëriatin, kënej në xhami fol për shëriatin, e pastaj të me shku në kuvend me fol për demokracinë. E demokracia dhe shëriati janë dy sistemet ka që njëra tjetrës. A e logjikshme kjo? Logjika e ka. Si ka mundësi me qenë besimtar që thret në zbatimin e shëriatit dhe tjetër në thret dhe në zbatimin e demokracisë. S'mundet tash, ose njëra ose tjetra. Jashtë që nuk e spjegojnë të parën, kësa jashtojnë edhe proklamimin dhe propagandën për të keqen, për avancimin e demokracisë, për investimin për demokracitë, dhe na i kena pranu këto rregullat e lojës, dhe na me këto rregullat e lojës kena me lujt, edhe kështu me radhë, dhe kur ta shif çysh ka qenë xhamati muslimanëve, një xhamat, një grup, një trup, është përçar është bot copa. Pse? Pse një pjesë e xhamatit me filan partia, për shkak se platforma e filan partisë i pëlqen. Pastaj një pjesë tjetër me partinë tjetër se platforma aty i pëlqen. Në fakt, asnjë platformë s'i pëlqen, po ki ka të njoh shumë këtu kur më bëmë fitu këto kena shtim punë, edhe marrim në ndonjë tender, këto tjerë ka ana tjetër, këto tjerë nga ana tjetër dhe kështu pikë 5, a në qoftë se të gjithë janë një trup, të cilët jetojnë, punojnë, jetën e tyre zhvillojnë për ta zbatuar shariatin e Allahut subhanahu wa taala, me partinë e Allahut, është një parti. Dhe partia më e fortë, e partia e Allahut është ngadnyse në fund. Elusim Allahun që Allah të na bën që deri në fund të jemi në partinë e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah të na ruan prej kufrit dhe shirkut. Elusim Allahun që Allah të na mëson ta mësojmë të vërtetën, ta praktikojmë të vërtetën dhe ta transmetojmë të vërtetën, edhe nëse është pyetja jeta jonë, edhe dunjaja jonë. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.